mbështesim integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kjo është pjesë e zgjeruar e projektit tonë të Bashkimit të Evropës. Jam Antigoni Sufi, gazetare në Kallzapikam. I kam 2 pyetje për të 2 ministrat. Së pari, ministër Adat e përmendet e se që u nënshkruan disa marrëveshje, megjithatë Kosova e ka përpara rrugën për integrimin në organizata ndërkombëtare, po pashtu në të njëjtën kohë gjendemi në një blok institucional. Sa ndikon kjo në raportet ndërmjet Kosovës dhe Francës dhe pashtu që ju të punoni në shtyrjen e agjendës që Kosova të antarësohet në këto organizata ndërkombëtare? Dua të them që çfarë duke dëshmuar sot është thellimi i marrëdhënieve mes 2 shteteve tona dhe shtrimi i rrugëve, do thotë në qoftë do thotë përmes zhvillimit të agjencisë ose zgjerimi frankofonisë në Kosovë përmes mbështetjes së mësimdhënies në Kosovë dhe gjithashtu thellimin e hapave për sigurinë dhe vizita ime do t'i përprej vizitave Ministrit të Jashtëm të Mbrojtjes që të shohin mundësitë e bashkëpunimit në fushën e sigurisë në të lojrave mesdhetare dhe çka më gjithashtu rëndësi në tregti dhe investime. Është diçka që po e mbështesim dhe po e shpejtojmë çfarë qoftë konteksti. Siç e përmenda, ne mbështesim integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kjo është pjesë e zgjeruar e projektit tonë të Bashkimit të Evropës. Bashkimit, nuk dua të them zgjerim, bashkim, sepse ka të bëjë me bashkimin e kontinentit. Dhe natyrisht ky proces është kërkues dhe kërkon përkushtime ndërkombëtare dhe bazohet do thotë në zbatimin e përkushtimeve në marrëveshjen e Brukselit, cilën e kemi dhe në çështje bazuar në merit, reformat e integrimi bazuar në aki komuniter, fuqizimi i shëndimit të ligjit, mbrojtjes pakicave dhe do të jemi mjaft kërkues në këtë. Por do thotë nuk është mirë do thotë që të ngaralësohet procesi. Do të jemi me Kosovën në çdo hap të saj, do të punojmë së bashku që të bëjmë sa më legjitime dhe sa më të prekshme gjithë këto ambicie. Siç e thash, jo vetëm që kemi mbështetur Kosovën nga minutat e parë ose nga por është gjithashtu kontribut do thotë në paqe dhe stabilitet.